Kogenerimi është drejt për drejt I lidh me dy bloqet e Kosovës B. Kështu që kur bjen Kosova B, në mënyrë, bjen edhe ngrohtore ose cilësia ngrohtore. Unë jam dëshmitar që dje ka pas cilësia ka qenë, për fat mirë temperaturat nuk ishin shumë të ftofta, po aja që duhet me vrejt është, po shkojmë nuk kena nevoj me zbulu ujnë në nxehtë, këtu para një vjetë kena pas një bashkë bisedem bashkë me ty, ku kemë thonë, keku po fiton, qytetari po pëson. Do më thonë, generatorët e keku duhet me punu dimnit. Sidomos beni ishe, bez dyshi se është e letë dhe me kogenerim. Jo me punu verës. Verës duhet mu më mbajt. Do më thonë, ramjet e një pas njëshme të besë. Tasha herbe ne, herbe dë. Do më thonë, ka qenë një renovim shumë I rehabilitimi Kosovës B2 më duket, ku edhe ministra ka thonë që ju ka rriti e gjatësia për 20 vjetë. Kur thët jetë gjatësia për 20 vjetë, unë për marë për të mirëqenë ato që ka thonë ministra, unë në kuptoj që e ka me prodhu 70% kohës. Edhe kur ka me prodhu 70% kohës, ka me prodhu kohën kur energjia neve na duhet ma shumëti që dimnit. Se është e lidhët edhe me ngrohtorën e qytetit, pse jo nesër e me ngrohtore të reja, se kapaciteti është edhe për me lidhë ngrohtorën me Fushësove dhe Obiliq, edhe aja që ka duhet me po, nuk është qytetarit, apo nuk do më thonë, nëse 5 njësi kam punu, u bo lajmë shumë I malë se 5 njësi Kosovës B. Në fund ditës, qytetarit interesant, një, a ka rrymë, edhe 2, që e rrymë me qenë so ma e lirë. Na e dina jena dëshmitar që na nuk e prodhojna këtë rrymën që konsumojnë, edhe duhet me bo politika, besoj që këtu situata si kjo, e cila për fat keq për na përsëritet gati çdo muj, tash qeveria e re që do të vjen, do të ketë parasysh, edhe ato që se ka bo 4 vjetë e kalume ose 5, mja nis drejt për drejt. Edhe pse viti 2026 është pak ma premtus, për arsye se 100 MW të cilët e ankondi me solar që ka qenë, a do të me him punë gjatë mujt maj, ashtu është në bazë kontratës. Jo, njoftu që është shty afati për aplikim. Po, jo, kjo me erë, na po folëm për solarja. Solarja ka më kry, besoj që janë kondi me erë veç kryet, një kompani më duket ka qërshore, ose Korriku do të shinë, funksion edhe 75 MW me erë, po duhet me qenë shumë ma interaktiv. Gjithashtu, na e patëm sot një krizë energetike, po tu e di që 10% të konsumatorëve të energjisë elektrike në treg të lirë. Paramenot I këshëm pas edhe ata 10 në treg të regullumë me keskon, na këtash këshëm pas me reduktimet Prishtinë ishin dikun 2 orë, dikun 3, kishin qenë edhe matë maja. Kështu që duhet mu pregadit me politika të reja, strategjia është qaja që është, veç me një kapin e strategjisë, na sot nuk shumë full për këtë krize energetike. Ta qa duhet me bo është